Dënimet të cilat i shqiptojnë gjykatat janë minimale, pothuajse me gjobë. Dhe ju bëni edhe monitorimin e seancave të këtyre rasteve. A janë qytetarët mjaftueshëm të njoftuar për pasojat e vjedhjeve të shërbimeve? Adelin, na si zyre ligjore në Bern, së bashku me kolegën Adila Agushi dhe në mentorimin e koordinatorit të zyrës ligjore Lavinot Lepërshica, që ne vetë jemi të monitoru seancat të cilat janë qytetarë të akuzuar për vjedhje të shërbimeve. Kryesisht për energji elektrike dhe për vjedhje të shërbimeve sa i përket ujëselësit. Na kena po që qytetarët në shumicën e rasteve mendojnë që nëse vjedhin qoftë energji elektrike apo ujë, ata mendojnë që e përfundojnë procedurën me një gjobë të cilën ja u shqipton institucioni. Por nuk e dinë që ndaj tyre ka me fillu një procedurë tjetër nga ana e prokurorisë, ata kanë mund ndjek penalisht, kanë me kriju shpenzime qoftë për me pagu avokatin. Pastaj vazhdojnë ngarkesat edhe në gjykat, sepse merr kohë trajtimi një lëndë. Do me thonë të gjitha këto gjëra shkojnë në borë të personit i cili është duke u pajis qoftë me energji elektrike apo me ujë në mënyrë ilegale. Qytetarët nuk janë të vetëdijshëm, që mes ato vendime të gjykatave ata kanë pasoja tutje. Nuk mund me apliku në shumë vende të punës, pasi që ata në evidencat penale shumë që janë të akuzuar eventualisht të dënuar. Ndërsa sa i përket pjesës së dënimeve, nga monitorimi këtyre seancave ne kena vrejtë që dënimet të cilat i shqiptojnë gjykatat janë minimale, pothuajse me gjobë, ndonse parashikohet dënimi me gjobë në vepër penale, por ekziston mundësia që të dënohen edhe me burgim efektiv me vjet. Arsyeja është që merren për bazë rrethona të ndryshme, lehtësuese apo rënduese. Çfarë rrethona kryesisht merr? Çfarë rrethona lehtësuese ose rënduese merr gjykata kur i shqipton? Në shumë raste që na i kena monitoru ka pas recidivista të vjedhjeve të shërbimeve. Në shumë rastet e tjera ka pas rrethona lehtësuese që është marrë gjendja ekonomike e personit. Edhe pastaj kanë kalkulu gjykatat në dënimet të cilën ja kanë shqiptu personit.